Më 19 mars të vitit 1965, portreti Titus nga Rembrandt shitet $4.500.000, çmim rekord për atë kohë. Titus ishte djali i vetëm i piktorit mes 4 fëmijëve i mbijetuar deri në moshën e rritur. Rembrandti, piktori holandez, e realizoi portretin e djalit të tij në vitin 1660, kur Titus ishte 19 vjeç. Ai paraqitet i veshur si murg. Rembrandt ishte një talent virtuoz si një piktor portretesh, por në veçanti e kanë konsideruar veten si një piktor fetar. Në vitin 1875 lindi Dimitër Tutulani, nënshkruesi i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë. Njihej ndryshe edhe si Dimitraq Tutulani, me profesion ishte avokat. Vitet kur u lind dhe u rit Dimitër Tutulani ishin vitet kur çështja kombëtare kishte nisur të vlonte më ëndrat dhe dëshirat patriotike për një Shqipëri të pavarur. Pas kthimit nga Athina, ku dhe mbaroi studimet për drejtësi, Tutulani u përfshi në mjedise patriotësh dhe mori pjesë në lëvizjet patriotike anti-osmane të zhvilluara në 10 vjeçarin e parë të shekullit të 20. Ai ishte aktiv në qendrat kulturore, ku mblidheshin qytetarë patriot nga shtresa të ndryshme sociale, të cilat nën petkun e kulturës zhvillonin aktivitete për formatimin e një lëvizje patriotike në të cilën nuk kishte si të mos përfshihej edhe vetë Dimitër Tutulani. Sot është ditëlindja e aktorit të madh amerikan i njohur për të gjithë ne, Bruce Willis. Më 19 mars ka lindur një ndër yjet më të mëdhenj amerikan, që krijon një varg filmash të dalluar, duke u bërë edhe njëri ndër aktorët më të kërkuar të kohës së re. Siç dihet, Bruce Willis ka bërë një kapital afro $70 milion, duke realizuar role shumë të fuqishme në kinematografin botërore. Qysh në fillim me filmin Vdis burrërisht, Bruce tregoi se botës filmore amerikane i vinte një aktor vërtet madhështor, që premtonte edhe shumë më tepër në të ardhmen. Filmi përjetoi shikueshmëri rekorde dhe u bë ndër hitet më të mëdha të atyre viteve. Willis vazhdoi serinë e këtyre filmave, por na duket se pjesa e parë ishte në fakt më fuqishme se të tjerat, ashtu si dhe filmat për Rockin dhe Rambon, të realizuara nga aktori Sylvester Stallone. Vdis burrërisht ishte film kushtuar një trimi dhe heroi antiterrorist që rastësisht gjendet në një objekt të rrethuar nga një grup komplotistës. Është film që ndriti Bruce Willisin drejt lartësive të padefinuara edhe të pandërprera, për të mbetur edhe njëra ndër kryeveprat e tij më të rëndësishme kinematografike. Me 19 mars të vitit 1721, ka ndëruar jetë në Rom Klementi XI, pap që nga viti 1700 deri 1721. Rrithte nga një familje fisnike shqiptare që kishte emigruar në Itali pas vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeu. John Fran Shqiptari studioi teologji e jurisprudencë, shërbeu si guvernator radhazi në disa qytete italiane. U bë kardinal në vitin 1690. Ai u zgjodh pap në vitin 1700. Klementi XI ishte mbrojtës i arteve dhe shkencës.
mirëbërës i madh i Bibliotekës së Vatikanit autorizoi gërmimet arkeologjike në katakombet romake. Gjatë mbretërimit të tij si pap, në vendbanimet arabreshe në Itali, u hapën shkolla e kolegje në gjuhën shqipe. Në Lezhë u organizua Kuvendi i Arbërit. Në mbar trojet shqiptare u autorizua Illyrium Sacrum, studimi kulturës, demografisë dhe gjendjes së fesë, të hedhura në mbi 5.000 faqe të ndara në disa vëllime, një nga burimet kryesore në fushën e albanologjisë. Pra ky ishte Klementi i 11. Do mbetemi sigurisht tek data 19 mars, datë në të cilën ka ndëruar jetë eseisti, publicisti, poeti, folkloristi, shkrimtari dhe përkthyesi shkodran Vincenz Prenushi. Është shuguruar me shtar i urdhërit franceskan edhe ka marrë emrin At Vincenz. Shkollën për teologji e filozofi e ka mbaruar në Austri. U bë njohës i mirë i shumë gjuhëve dhe kulturave evropiane, sidomos asaj gjermane. Këngët e Prenushit u bën themel, mbi të cilin më vonë do të ngrihej vepra monumentale kombëtare, Visaret e kombit. Ky botim pati një jehon të gjerë në vend, por sidomos në emigracionin shqiptar. Me të ardhur në atë dhe, Vincenz Prenushi përjetoi një nga ngjarjet më të rënda të qytetit të vet të lindjes, së Shkodrës, së rrethuar nga malazezët, dhe pushtimit të saj të përkohshëm në vitin 1913, siç e dim të gjithë nga historia, ku preku me dorë lugën e Urisë, së cilës pak ditë mbas fitimit të lirisë dhe bashkimit të qytetit me Shqipërinë e pavarur, do të ishte pikërisht ky